إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلندرم الله عز وجل أتى لفدرويم أتيم من يوهس Ati mbështetemi dhe I kërkojmë ndihmë për çdo të mirë që e synojmë në dynja dhe në ahiret. Tek Ai kërkojmë strehim dhe mbrojtje, të na ruajë nga çdo e keqe, që na ndalon nga rruga e Tij e mirë, na devijon prej saj, na vështirëson udhëtimin drejt Allahut subhanahu wa taala. Padyshim, atë që Allahu subhanahu wa taala ka udhëzuar e ka futur mes robëve të zgjedhur për të cilët kujdeset. Ai është I udhëzuari dhe askush nuk mund ta devijojë. Ndërsa atë që Allahu subhanahu wa taala e ka lënë në humbje me urtësinë e Tij, me diturinë e Tij, me drejtsinë e Tij, ai është I humburi. Dhe kur nuk mund ta gjejë rrugën e drejtë vetëse me pendim të sinqert, me kthim tek Allahu azza wa jall. Elhamdulillah që Allahu subhanahu wa taala na ka bërë pjesë të këtij ummeti të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne ka ndihmuar që të besojmë në librin e Tij, të pasojmë profetin e Tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe të jemi nga ata që janë pjesë e adhuruesve të Zotit. Dhe lutem Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë vazhdueshëm në të dhe të na ruaj nga kurthet e shejtanit mallkuar. Në hutben e fundit që folëm për istiadhen, pra për kërkimin e mbrojtjes dhe ruajtjes, dhe kjo është tema e këtyre hutbeve. Në hutben e fundit, sqaruam dhe thamë që armiku kryesor I njeriut është shejtani I mallkuar. Dhe thamë që ai është burimi I çdo të keqeje dhe po sjell tashmë një përsëritje të asaj që u tha në hutben e fundit për këtë temë, për të vazhduar me hutben e radhës. Pra shejtani është armiku kryesor I njeriut, I ashpër, I mbushur me urrëtie. Qëllimi I tij është që ta largojë njeriu nga rruga e Allahut subhanahu wa taala, ta largojë nga besimi dhe nga qëllimi pse Zoti ka krijuar njeriu, pra që ta adhurojë Zotin dhe të jetë për jetë në xhenet. Dhe thamë që mbrojtja kundër shejtanit mallkuar nuk mund të realizohet pa lutje të sinqertë drejtuar Zotit, pa përmendjen e Allahut subhanahu wa taala dhe pa pasur një lidhje të fortë me shpalljen e Allahut azza wa jall. Shpjeguam gjithashtu edhe disa terma, siç janë gjindet, iblisi, shejtani, çfarë përfaqësojnë ato. Dhe thamë që gjindet janë krijesa të padukshme që Zoti ka krijuar nga zjarri, askush nuk mund të shikojë në formën e tyre origjinale siç ka krijuar Zoti, por ato mund të shfaqen me forma të tjera krijesash, njerëz, qenë, gjarpër apo krijesa të tjera. Dhe thamë që iblisi është prej gjindve. Pra është pjesë e kësaj krijese që krijoi Zoti prej gjindve, jo prej melajkeve. Melajket janë krijuar nga nuri, nga drita. Dhe thamë që marrja e iblisit si mik është një humbje e frikshme, e tmerrshme nga njeriu. Dhe thamë kuptimin e emrit iblis, nëse mbani mend. Pra iblis do thot I pashpres, ai që nuk ka më shpresë në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe thamë se ndodhi diçka e tillë, sepse ai e zgjodhi këtë pozitë dhe ende vazhdon me armiqsinë e tij kundër njeriut. Dhe Zoti e përjashtoi nga mëshira e tij. Pra është I mallkuar, I dëbuar nga mëshira. Ndërsa njerëzit, çdo njeri, çdo krijesë ka mundësinë që ai të pendohet dhe të kthehet tek Allahu xhaleshanu, e ka të hapur një mundësi të tillë. Por shpjeguam gjithashtu se nëse njeriu vazhdon të shpërfillë besimin, shpalljen e Allahut subhanahu wa taala, ftesën e Zotit xhaleshanu, nëse vazhdon në këtë rrugë, vjen një moment që ndoshta bëhet e vështirë, madje ndoshta edhe e pamundur që ai të kthehet. Prandaj duhet njeriu të mos zvonohet në pendim, pendohet shpejt dhe të kthehet, sepse mund të shkojë në robërimin nga gjunafet e tij dhe bëhet peng I veprave të veta. Pastaj thamë që shejtani I mallkuar është fjala shejtan I larguar pra nga mëshira e Allahut xhaleshanu. Gjithashtu përmendëm edhe një fakt të çuditshëm që shumë njerëz edhe pse thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kërkojnë mbrojtjen e Allahut nga sherri I shejtanit mallkuar, e megjithatë ditë e natë ri në shoqërinë e shejtanit mallkuar. Kjo është paradoks I frikshëm që çdo njeri duhet ta shikojë veten e tij. Nëse vërtet kërkon të ruhesh nga shejtani i mallkuar,
nuk do të jesh pjesë e mezhliseve të tij, ose vendeve ku ai është, ose veprave që ai i dëshiron dhe i pëlqen. Prandaj duhet njeriu të jetë i vëmendshëm në të gjitha këto çështje. Folëm diçka prej strategjisë së iblisit mallkuar, dhe thamë që ai ndjek strategji të ndryshme me njerëz të ndryshëm, me kategori të ndryshme. Për shembull, e para është zbukurimi të keqes dhe joshja në gjunafe. Dhe kjo është shumë nga njerëzit bien shpejt menjëherë, domethënë në këtë joshje të tij. Se janë të dobët në iman. Mjafton ti shfaqet e keqja, gjunafu, dhe menjëherë bien në të. U zbukuron ai mallkuar. Dhe shumë nga njerëzit janë të tillë, Zoti na ruaj. Elus Allahu na ruaj prej kësaj. Pastaj është një hap tjetër, me disa me të cilët ai shkon dhe fut vezvese, pra fut ngacmime brenda zemrës së tyre. Pra jep vezvese në lidhje me imanin, me besimin, ekzistencën e Zotit, me vërtetësinë e Islamit, vërtetësinë e kësaj rruge që ka zgjedhur. Pra këto janë vezvese dhe kjo është një nivel pak më i lartë i luftës që bën shejtani i mallkuar. Dhe thamë që njeriu gjithmonë duhet të kërkojë mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala për të ruajtur nga vezveset. Dhe metoda më e mirë për të ruajtur nga vezveset është marrja e dijes fetare. Pyetja e njerëzve të dishëm, mos ndjekja e vezveseve dhe mos mbushja e zemrës me to. Shmangja e tyre sa të jetë e mundur. Nëse ato vijnë vazhdimisht, kërko mbrojtje Allahu subhanahu wa taala dhe largohu prej tyre, kërko dituri dhe gjithmonë mbështetju Allahu xhaleshanu. Ndërsa me të devotshmit të vëllezërit e mi, ai ndjek strategji edhe më të fortë, edhe më të përqendruar. Fillimisht, me ata që janë përkushtuar në besim, kanë dije fetare, nuk i josh dot menjëherë me të zbukuruar të keqen, sepse ata e duan Zotin në një nivel ndoshta që nuk e lejojnë që të bëjnë menjëherë gjunafet. Me këtë arsye fillon i mallkuari. Dëgjoni vëllezërit e mi, që të jemi të kujdesshëm në luftën kundër tij, në udhëtimin ton. Fillimisht e fillon me ata duke e zjeruar joshjen e tyre në gjërat e lejuara, sepse me haramen duke nxit dot. Atëherë fillon me gjërat e lejuara dhe i bën që të shtojnë në to. Lejohet që ai të hajë ushqime të mira, të pije të lejuara, të kënaqet dhe të frehet me gjërat lejuara që i ka bërë të lejuara Zoti. Por nuk e kuptojnë që dal nga dal, po e shton shumë nivelin e këtyre të lejuarave me të cilat ai po argëtohet. Pra vjen i mallkuari nga kjo portë, për të krijuar një lloj luksi, një lloj kënaqësie dhe për ta bërë që ai të kënaqet me jetën e kësaj dynjaje. Pra përmes të lejuarave ai shkoi dhe ja zbukuroi dynjan. Dhe duke u përkushtuar me përmbushjen e kënaqësive të lejuara, dal nga dal, ai fillon në hapin tjetër. E largon nga synetet, nga të mirat. Sa më shumë njeriu të përkushtohet në lukset e kësaj dynjaje, kënaqësitë e saj, ai më shumë do heq dorë nga synetet, nga të pëlqyerat, nga nafilet, nga veprat e hajrit. Madje dal nga dal do t'i duken të vështira që ai të vazhdojë në to. Pra duke esur, fillon dhe pakëson adhurimet. E shikon fillimisht i le synetet ose nafilet që i bënte, nëse agjeronte të hënte ente ose 3 ditë në muaj, nuk agjeron më, se i pëlqen që të hajë, të pijë, të kënaqet. Nëse i falte synetet rregullisht të namazit, tashmë dal nga dal po ikin synetet, e pse unë në rregull po fal namazin. Dhe mbetet vetëm me farzet. Derisa dal nga dal kalon në fazën tjetër. Vonon një namaz, nuk shkove për farz që të falësh në xhami. Pastaj do mi farz dal nga dal e vonon dhe fal në fundin e kohës. Dhe kështu vëllezërit e mi dal nga dal derisa fillon të cënon dhe vajibatet. Dhe nga ana tjetër futet edhe në harame, sepse duke joshur me kënaqësitë lejuara dal nga dal, fillon dhe kullot afër haramit. Dhe fillon dhe çukit lart e poshtë tek harami. Pra dal nga dal, kjo është strategjia e tij. Një njeri që është i pavëmendshëm dhe lejon veten në fillim, është problem pastaj në vazhdimin e tij. Pra do të shumë kujdes në luftën me të mallkuarin. Kur nuk do të mungojë nga mendja jonë qëllimi pse jetojmë në jetën e kësaj dynjaje. Sot vëllezërit e mi, do flasim për disa hapa të tjerë të mallkuarit, të jemi të kujdesshëm në luftën me ta. Elus Allahu subhanahu wa taala të na ndihmojë. Shejtani i mallkuar është mjeshtër në tërheqjen hap pas hapi drejt të keqes, siç e përmendëm pak më sipër. Çdo gjunaf të vogël mund ta përdor si derë për një gjunaf tjetër. Dhe dije se kjo është një strategji dhe ky është rregull i pandryshueshëm. Çdo gjunaf që bën robi, edhe nëse është i vogël, do sjell se s'bën një gjunaf tjetër që vjen pas tij. Dhe këtë iblisi i mallkuar e di dhe e përdor të rregull dhe nuk është i pavëmendshëm ndaj tij. Prandaj
do shumë kujdes njeriu që nëse i lejon vetes një hap të parë drejt një gjunafi, qoftë edhe të vogël, dije se hapi i dytë do të jetë më i thellë. Dhe vështirësia për ta përballuar do jetë më e madhe. Nëse që në fillim e ul shikimin, nuk e ke zemrën të sëmur deri në atë grad sa të vuaj zemra jote nga shikimi i haramit. Por nëse e shikon, atëherë hapi tjetër është akoma më i vështirë, do të bëhet më e dashur. Madje mund të bëhet ndoshta e pamundur që të largohesh prej saj. Dhe pastaj kjo do të kërkojë dëshirën, dhe kjo do të çojë pastaj në haram se s'bën. Prandaj, siç thot Alqamatu ibn Qais, një nga dietarët dhe asketët e njohur të Basrës, thoshte: "Wallahi thot, unë bëj vepra të mira, qoftë edhe të vogla, sepse shpresoj për një vepër të mirë më të madhe se ajo që do të vijë më pas. Dhe vallahi thot, unë mundohem t'i lë gjunafet qoftë edhe ato të vogla, sepse e di shumë mirë thot, kam frikë nga gjunafi pasardhës që mund të jetë më i madh se ato." Pra njeriu duhet të jetë i kujdesshëm në kufit që ka vendosur vetes. Ka vendosur disa kufi që nuk dua t'i cënoj. Kam një marrëdhënie me Zotin tim subhanahu wa taala. Nuk do ta cënoj atë, që janë detyra, që janë harame, dhe përveç kësaj edhe të pëlqyeshme dhe të papëlqyeshme në mënyrë që t'i ruaj, krijoj një lloj sinori që nuk e shkel, që të jemi kujdesshëm. E shikon që i mallkuari po punon, përpiqu ti rregullosh dhe ti përmirësosh. Një tjetër taktikë e shejtanit mallkuar është të tërheq nga një vepër e mirë e dobishme në një vepër tjetër që është më pak e dobishme. Pra, ti mund të jesh në një punë të mirë, dhe ai mallkuari e shikon që kjo punë e mirë që ke nisur, kjo e bën që ai të mos ketë më pushtet mbi ty. Siç është preokupimi me Kur'anin, mësimi i Kur'anit, daveti në rrugën e Allahut, përmirësimi i shpenzimit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, etj, pra vepra të mira që janë shumë të dobishme. Dhe çfarë bën? Për të larguar, nuk të largon dot, sepse ti je duke bërë atë punë të mirë, të shtyn që të bësh një tjetër punë të mirë, por që është më pak në nivel se sa ajo, sikur ta bëje këtë punën tjetër mirë. Të ndërpresë, e rëndësishme ta ndërpresësh atë punë të hajrit që ke nisur. Ajo është shumë e madhe. Të preokupon me një tjetër më të vogël. Imam Ibn al-Qayyimi na jep një rregull dhe thotë, nëse e zbaton këtë rregull, nuk të vjen më i mallkuari nga kjo portë, sepse di që ti je i vëmendshëm. Çfarë thotë? Nëse je duke bërë një vepër të mirë dhe ndjen që shejtani i mallkuar po të vjen, po të nxit ta lësh atë për të bërë një tjetër të mirë, mos ju bind. Mbaroj atë që ke nisur dhe thuaj dakor, do ta bëj atë që më erdhi ndërmend, po pasi ta mbaroj këtë punën e mirë. Mbaroj këtë punën e mirë dhe bëj atë që tha. Dhe do ta shikosh që nuk të vjen më, deri në ditën e gjykimit thotë. Sepse e di që ti nuk je i pavëmendshëm. Ti je kujdesshëm. Ato vepra që i nisi vazhdoni mbaron dhe nuk je i pavëmendshëm në analizën që bën veprave të tua. I kupton kush është më mira, kush është më pak e dobishme, pra ai mallkuar se vjen me këtë drejtim thotë Imam Ibn Qayyim. Ajo që duhet kuptohet vëllezër e mi në luftën kundër të mallkuarit është që lufta jonë me të duhet bëhet me rregull, ashtu siç na ka mësuar Zoti subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Nuk bëhet lufta kundër shejtanit me logjikën tonë. Nëse ne mendojmë që është mirë kështu dhe vërtet shejtani i mallkuar dëmtohet nga vepra jonë. Ja një shembull absurd nga histori interesante nga një mendje lehtë, të cilën e pa njerëzit që po qëndronte hapur në një shkëtir të hapur nën vap, duke ngrënë krip dhe duke pirë ujë. Pra shikonin hante krip dhe pastaj pinte ujë. I thanë, përse bën një vepër të tillë? Ai tha, kur hak krip, nuk bëj bismillah, që shejtani i mallkuar të haj bashkë me mua. Se kur s'bën bismillah, shejtani merr pjesë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam që nëse njeriu nuk thot bismillah në fillim të ushqimit, shejtani merr pjesë me të dhe ha. Por kur pi ujë, unë them bismillah, dhe ai nuk pi dot ujë. Dhe kështu, ai do më ha krip, edhe etet, edhe unë e bëj që të vuaj shejtanin e mallkuar. Oj mirë, shejtani ka hipur në kurrizë po tallet me ty. Kush e detyron shejtanin të haj krip me ty? Pastaj kush tha ty që ai është i imponuar të haj me që ti nuk thua bismillah? Nuk luftohet shejtani i mallkuar me logjikën e njeriu. Luftohet me mënyrën si ka thënë Zoti xheleshan, me metodat që ka vënë ai. Dhe aq më keq, nuk luftohet shejtani i mallkuar përmes rrugëve të shirkut dhe kufrit, siç bëjnë shumë njerëz sot. Mendojnë të mirë se
Kur ndërtojnë shtëpinë dhe hapin themelet, thotë do bëj gjak, do bëj kurban në themelet e shtëpisë. Dhe në fakt pse e bëjnë gjë të tillë? E bëjnë siç ka qenë zakon hershëm, edhe pse sot ndoshta nuk i dinë këto hollësira, mendojnë që duke bërë kurban ja bënin kujt shejtanëve dhe xhinëve, që mos i shqetësonin këtë shtëpi, mos i bënin magji ose t'i largonin të këqijat. Mendojnë se duke bërë kurban shejtanit, mendojnë se të shpëtosh? Kjo është mënyra? Shirku? Jo vallaj. Ose dikush për t'i shpëtuar një syri të keq, magjia apo çfarë do qoftë nga ngacmimet e shejtanit të mallkuar, shkon dhe kërkon lloj-lloj zgjidhjesh që sharlatan, ose magjistar, ose fallxhor dhe fallxhore, duke menduar se kjo do të sjellë dobi. Kjo është akoma më keq. Ti mendon se do shpëtohesh, por në fakt e ke futur kokën mua aty ku s'duhet. Dhe aty do heqesh dhe do vuhesh nga ndikimi i shejtanit të mallkuar. Pra, lufta me shejtanin nuk bëhet me mënyrën që zgjedh robi, por me mënyrën që ka caktuar Zoti xheleshanu. Allahu xheleshanu subhanahu wa taala në Kur'an na ka sjell 3 ajete në të cilat na shpjegon mënyrën se si të ruhemi nga shejtanët njerëz dhe xhin, sepse ka shejtan për njerëzve, ka dhe shejtan për xhinëve. Dhe sherri vjen për të dyja palëve. Janë 3 ajete në Kur'an që s'ka të katërt, thon dietarët, në të cilat Zoti xheleshanu na tregon mënyrën si të shpëtojmë nga ndikimi i shejtanëve njerëz dhe nga shejtanët xhin. I marrim këto ajete e shpresojmë në Allahun subhanahu wa taala, shkurtimisht përfitojmë nga shpjegimi i dietarëve në to. Së pari, thot Allahu xheleshanu në surën A'raf, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Tregohu falës, pra fal dhe tolero. Urdhëro për mirësi dhe për atë që është e pranueshme, e logjikshme dhe e mirë ndër njerëz, dhe ri larg të paditurve. Largohu nga të paditurit, nga xahilët, nga ignorantët. Largohu prej tyre. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun. Dhe nëse do kalon te ngacmimi i xhinëve tashmë. Ta ishin njerëzit. Poshtë janë xhinët. Pra, e nëse të ngacmon shejtani thot. Mendojnë tundim, pra mendojnë çytje, tundim, vezves, ngacmim, siç e ka i mallkuari. Fasta'id billah, kërko mbrojtjen, pra bëj isti'adhe. Thua a'udhu billahi innahu sami'un alim. A'udhu billahi sami'il alim. Kërko mbrojtje tek Allahu, që është gjithë dëgjues i gjithë ditur. Pastaj çfarë thot Allahu subhanahu wa taala? Ata që janë të devotshëm, innal ladhina taqaw idha masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru. Ata që janë të devotshëm, kur i kap ndonjë ngacmues, ndonjë që vërtitet rreth rrotull tyre për shejtanit, tadhakkaru, përmendin Allahun, dhikr, përmendin Zotin, e shikojnë që është i synuar, e shikojnë që po nxitesh për të bërë gjunaf, po pengohesh që të bësh punë të mira, dhe e shikojnë që ai mallkuari po përpiqet të dëmtoj, tadhakkaru. Çdo më thënë tadhakkaru, përmend Allahun subhanahu wa taala. Fa idha hum mubsirun, dhe ja ata e shohin qartë të vërtetën. Pra nëse nuk bën dhikr, nuk kërkon ndihmën e Allahut, nuk bën isti'adhe, nuk mund të shikosh. Nuk mund të shikosh rrugën. Nëse nuk e shikon një i verbër, nuk di si të veprosh. Pra tadhakkaru. Dhe vazhdon ajeti dhe në fund për të treguar se si ata, domethënë keqbërësit dhe ata që nuk janë besimtarë, nuk përmendin Zotin, shejtanët i zhytin edhe më thellë thot, dhe ata nuk u ndahen. Subhanallahu. Ai që nuk përmend Zotin nuk i ndahet shejtani, nga pas do të ri gjithmonë, derisa ta çojë aty ku do ai mallkuari. Të arrijë qëllimin e tij. Atëherë, nga ky ajet çfarë kuptuam? Armiqësia e njerëzve. Për të mbrojtur nga armiqësia e njerëzve, Kurani na udhëzon që të praktikojmë faljen, khudhil afwa. Fal dhe tolero. Shpeshherë mos ju kundërpërgjigj sherrit të njerëzit, sa ai shejtan për njerëzve. Nuk ka dobi që ti kthehesh sherrit të tij, ti kthehesh me forcë. Shpeshherë më mirë është mbyll syt. Mbyll syt. Lere të ligun, mos u merr me të. Khudhil afwa. Wa'mur bil 'urfi. Urdhëro për atë që është e mira, e pranueshme ndër njerëz. Pra bëu i pranueshëm, bëu, domethënë elastik të themi. Dhe merr, si thon, bëu i përshtatshëm. Wa a'rid 'anil jahilin. Dhe i ktheu shpinën pra atyre që janë xahil. Mos u shoqëro me ta, mos ri me ta. Mos u qëndro afër atij që është i tillë. Shmang ju me pak fjalë. Pra, në kohë fitneje, thon dietarët, është më mirë të shmangësh konfliktet.
dhe të mos insistosh për të marrë hakun tënd plotësisht. Është haku jot, të drejtë ke. Tek Allahu e ke hakun. Po mos kërko ta marrësh të plotë se merr dot. Është shejtani që ke përpara. Nëse nuk ja merr dot, atëre thjesht tolerose ja jep Zoti subhanahu wa taala. Dhe largohu dhe shmangju atij. Mos u përzihe me ta. Profeti ka thënë sallallahu alaihi wasallam, bëhu ose ji robi i Allahut i vrar dhe mos ji robi i Allahut vrasës. Pra më mirë do më thënë që të ketë ai hakun, ta ketë një qafë, se sa ti hysh në hak pasaj, sepse me të ligun të zebelaja kalon dhe kufirin pasaj. Nuk mund të mbash kufirin vetëm të marrja hakut. Me të ligun të zebelaja dhe shkon edhe më tej akoma. Kështu që më mirë largohu dhe toleroj. Kjo është me njeriu. Pra kjo ishte mënyra. Kurse me shejtanin xhin, edhe në rastet e tjera siç do t'i shikojmë më pas, e vetmja zgjidhje vëllezërit e mi nuk ka negociata me shejtanin e mallkuar. Për xhinve. Nuk ka negociata. Nuk ka mundësi që t'ja blesh mirësinë atij me para ose me ryshfet apo me çfarë do qoftë, edhe me mirësjellje. Nuk ka zgjidhje përveç se istiadhe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra kërkon mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala. Direkt. Dhe përmend Zotin sikur se tha Allahu, të dhe këru. Pra përmend Allahun me dhikr, me lexim Kurani, marrja abdesi, fal namaz, agjiro, jep sadaka, largohu nga vendi i keq, përzihu me njerëz të mirë, shko në xhami. Të gjitha këto janë masa që nëse ndjen nga i mallkuari, këto janë zgjidhja. Nuk ka tolerancë me ta dhe nuk ka mënyrë negocimi me ta. Mbyllet tema. Udhëzimi i dytë, ajeti i dytë. Thot Allahu xhaleshanu surën Mu'minun. Thot idfa as-sayya al-hasana, pra ktheje të keqen me atë që është më e mira. Largohet të keqen billeti hi ahsan. Pra thot Allahu me atë që është më e mira, thot Allahu subhanahu wa taala. Nahnu a'lamu bima yasifun. Ne dim shumë mirë se çfarë thon ata dhe çfarë bëjnë ata. Edhe kjo ka kuptim shumë të madh kur vim te shpjegimi. Dhe thuaj: "Wa qul Rabbi inni a'udhu bika", o Zotun kërkoj ndihmë dhe mbrojtje strehin tek ti. "Min hamazati shayatin", nga hemezat, hemzi e mbani mend kur folëm, është nga çmenduria, dëmtimi i mendjes që sjell shejtani i mallkuar. Min hamazati shayatin, pra nga çmimet dhe cytjet e shejtanëve, që e bën njeriu të paaft, të palogjikshëm, të pafuqishëm që të reagojë, edhe që të përdor forcat e tij. Kjo është synimi i mallkuarit. Dhe bën ata të mallkuar përmes mënyrave me magjistar apo me nyja që fryjnë apo me mënyrat e tyre të poshtra, e bëjmë që njeriu të jetë i paaft. El hemzu, pra çmenduria që shkakton shejtani i mallkuar. O Zoti im, kërkoj mbrojtje tek ti. Min hamazati shayatin, pra nga cytjet e shejtanëve. Wa a'udhu bika Rabbi. Çfarë lutje që tregon një afërsim me Zotin subhanahu wa taala. Edhe një dorëzim, Rabb, Zot je kujdestari im. Ai yahdurun, dhe kërkoj mbrojtje Zot që ata të mos jenë afër meje. Pra mos jenë në praninë time. Edhe kjo lutje shumë e fortë, që vjen në surën Mu'minun, na shpjegon mënyrat e mbrojtjes nga shejtanët njerëz dhe nga shejtanët xhin. Cila ishte ruajtja nga shejtanët njerëz sipas këtij ajeti? Në këtë ajet Allahu mëson besimtarët si të veprojnë kur përballen me të keqe nga njerëzit. Në vend që të përgjigjen të keqes me të keqe, ata duhet veprojnë me mirësi dhe të kthejnë të keqen me atë që është më e mira. Jo me mënyrë të mirë, me më të mirën e mundshme. Domethënë kjo tregon një analizë shumë të fortë duhet ta bëjë njeriu. Përballë një njeriu të keq. Duhet të analizosh mirë si duhet të reagosh ndaj tyre. Sepse nuk mjafton që të sillesh mirë. Duhet të zgjedhësh më të mirën e mundshme. Dhe kjo në fakt ja mundson Allahu xhaleshan. Urtësinë ta jep Zoti, durimin ta jep Zoti që ti jesh më i miri në marrëdhëniet me zullumqtarët. Do të gjesh mënyrën më të mirë dhe kjo është elus Allahu na udhëzoj. Na bëj që sjellim me mënyrën më të mirë të mundshme, jo të mirë, jo, më të mirën e mundshme. Billeti hi ahsan. Kjo është zgjidhja. Ky parim ndihmon në largimin e sherrit dhe armiqësisë. Allahu xhaleshanu thot: "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun", ne ju bëm sprovë të njëri tjetrit. A do bëni durim? Thot Allahu xhaleshanu. Kuptimi i faktit që njerëzit janë sprovë për njëri tjetrin, na nxit jemi të durueshëm dhe të përmbajmë veten. Pra, kur lexojmë ajetet e Kuranit dhe dim që orën jemi sprovë për njëri tjetrin.
Do kjo do ndodh. E ka caktuar Allahu. Thjesht ti shiko si do sillesh. Se në fundit, për të gjitha këto, ne do përgjigjemi për Allahu ditën e gjykimit. Për to do merremi përgjegjësi. Qoftë për provat, qoftë marrëdhënie me të mirët, edhe në marrëdhënie me të këqijt. Ti do dalësh për Allahun subhanahu wa taala. E rëndësishme dalësh faqebardh tek Allahu xhaleshan. Pastaj të tjera dynja ja kalon shpejt. Prandaj njeriu do të shumë kujdes në këtë aspekt. Ruajtja nga armiqësia e shejtanëve xhin, sipas këtij ajeti. Për sa i përket armiqësisë së shejtanëve xhin, përsëri Allahu i lartësuar udhëzon të kërkojmë strehim dhe mbrojtje. Madje në këtë rast, pra në rastin kur janë na vijnë hemezatu shayatin, el hemzu aftësia në gjykim, madje një ndikim nga magjia apo nga syri, nga hasedi, nga çmira, nga çdo lloj ndikimi i kësaj natyre, dhe njeriu shikon që ka ngacmime më të forta në këtë drejtim, bëhet i paaft të gjykojë, madje mund të bëjë veprime jashtë vullnetit të tij, duhet përkushtim maksimal në lutje drejtuar Allahu xhaleshan. Edhe në këtë rast nuk bën punë bamirësia ndaj xhinëve ose sjellje më të mirë. Thjesht lutje e fortë. Dua të theksoja në këtë lutje disa detaje. O kur Rabbi, thuaj o Zoti im, i drejtohesh Allahut me emrin Rabb. E mbani mend kur folëm për mënyra si kërkojmë istiadhen. Njëherë me emrin Allah subhanahu wa taala, me emrin Rabb, ose ndonjëherë me përemra që lidhen me Zotin. Dhe këtu janë përzier emri Rabb dhe përemrat. Pse? Rabbi, Zoti im. Pra ti lutesh Allahut duke pranuar që ai është krijuesi jot, ai që të furnizon, ai që kujdeset për ty, ai të cilit ja ka lënë të gjitha në dorë, dhe që ti je i pafuqishëm vetëm me ndihmën e tij. Pra kërkon që të besosh thellësisht që ai është Rabbul Alamin, Zoti i botrave, ai që ka të gjitha në dorë, do tauhidin ta kesh të pastër në zemër. Rabbi, inni a'udhu bika, ose kërkoj mbrojtje tek ty. Ky për emri ty, edhe kjo është shumë e fortë. Pra ti kërkon një lloj lidhje afërsie me Allahun tashmë. Nuk e vlen dikujt që është larg, dikujt me cili po bisedon tani. Po i tregon edhe po i qan hallin. Po ja parashtron nevojën që ke dhe domosdoshmërinë për të ruajtur. A'udhu bika min hamazati shayatin. Wa a'udhu bika përsëri kërkoj mbrojtje tek ty o Zot. Rabbi, prap, Zoti im. E yahdurun, që mos të më afrohen. Ti jem pranë meje, yahdurun, pra ata të cilët vinë dhe afrohen dhe nuk më lën të qetë dhe rahat. Edhe një mësim tjetër, te kjo pjesa të mos më afrohen, njeriu do ta di që shejtani i mallkuar afrohet atje ku bën gjunafe. Dhe u afrohet njerëzve të cilët janë ngjitur në gjunafe. Janë të përzier me gjunafe në vende të gjunafeve dhe mohimit dhe shirkut dhe kufrit. Në ato përzihet me ato vepra të cilat shejtani i mallkuar i pëlqen. Mos kërko mbrojtje kot nga Zoti ndërkohë që ti ulesh në vendet e shejtanit të mallkuar. Dhe bën ato gjunafe që ai i mallkuar i pëlqen. Pra kur kërkon Zotit mos të afrohen, edhe ti largohu nga vendet e shejtanit. Pra duhet njeriu të pastrojë shtëpinë e tij nga gjërat që janë gjunaf, të pastrojë veprat e tij, fjalët e tij, sytë e tij, veshët e tij nga gjërat që janë gjunaf, të pastrohet dhe të ruajë dhe pastaj kërkojë ndihmë Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është mënyra e ruajtjes nga shejtanët xhin. Edhe në ajetin e tretë, një porosi e ngjashme na vjen në surën Fussilet, thot Allahu subhanahu wa taala, e mira nuk mund të jetë e barabartë me të keqen. Largoj atë, pra të keqen, me çfarë është më e mira, sepse atëherë edhe ai me të cilin ke një farë armiqësie, do të bëhet mik i afërt. Mirë, po këtë nuk mund të arrijë askush përveç atyre që janë durimtar, dhe askush përveç atyre që kanë fat dhe mirësi të madhe nga Allahu xhaleshan. E nëse ndonjëherë ty të bëhet ndonjë ngacmim për shejtanit, kërkon mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala, sepse ai është Semiun Alim, pra gjithdëgjues i gjithditur. Edhe këtu dy mënyrat. Mënyra e parë, sjellje e mirë me njeriu, kthimi me më të mirën. Ka disa njerëz që mund të ketë ligësi tek ata, por nëse ja kthen me më të mirën, nëse jep ndonjë dhuratë, nëse ja kthen me bamirësi, mbase me kalimin e kohës ai mund të kthehet në mik të afërt, thot Allahu subhanahu wa taala. Të kthehet në mikun tënd. Nëse ka hajër të kaize, Zot na ruaj, dhe njerëzit ndryshojnë. Ka njerëz që e kanë shejtanllahun aq shumë të madh në shpirt, saqë edhe me këtë Zot na ruaj si punë e shejtanëve xhin. Nuk vlen më dhuratat ose mirësia. Po sidoqoftë, nëse është njeri, përsëri ka, alhamdulillah, ka një farë hapësirë dhe mundësie. Kurse shejtani i mallkuar për xhinëve, edhe një herë thekson në të treja rastet, këto ajete që janë në Kur'an, Allahu xhaleshanu ka thënë që e vetmja mënyrë mbështetja e fortë tek Allahu xhaleshanu. Marrja e masave për ta larguar shejtanin
edhe për të ruajtur veten nga gjunafet. Dhe mbështetu tek Allahu dhe kërkon ndihmën e Allahut Azza wa Jall. Pra këto ishin 3 ajetet që na ka treguar Zoti si të shpëtojmë nga sherri i shejtanëve njerëz dhe xhin. Elus Allahu Azza wa Jall na ruaj nga sherri i shejtanëve njerëz dhe xhin. Elus Allahu na jap durim të mjaftueshëm. Të na jap mirësi nga ana e tij, të na mbrojë dhe ruaj, të na mundsojë të bëjmë punë të hajrit, të largohemi nga gjunafet, të na ruaj nga çdo skut që nëse futemi Zoti na ruajt, dalim nga mbrojtja e tij. Allahu musta'an. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shejtani dhe ndikimi i tij në jetën e njerëzit. Shejtani i mallkuar ka një qëllim të qartë, të përzihet në çdo aspekt të jetës së njerëzit, për ta larguar nga udha e drejtë e Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar thot në Kur'an dhe na zbulon strategjinë e tij dhe thot: "Ajlibuhum bi sautika." Pra mashtroje me zërin tënd këtë mundesh prej tyre. Dhe mblidhe gjithë kalorësinë dhe këmbësorinë tënde. Bi khaylike wa rajlike. Subhanallah, sfidë e Zotit subhanahu wa taala kundër të mallkuarit. Çfarë thot edhe një herë përsëris? Mashtroje me zërin tënd këtë mundesh prej tyre, prej njerëzve. Mashtroje. I la, vazhdo, është mundësia e hapur. Dhe mblidhe gjithë kalorësinë tënde dhe këmbësorinë tënde. Mblidhe gjithë ushtritë e tua. Ka ushtri iblisi? Po, Allah thot. Mblidhe gjithë ushtritë e tua, i thot iblisi të mallkuar. Kalorësinë edhe këmbësorinë, Kalorësia janë ushtarë të zgjedhur, ata janë strategë, janë oficerë të lartë, generalët. Edhe këmbësorinë mblidhi të gjithë. Çfarë të bëj? Pra, mblidhu kundër tyre, kundër njerëzve. E ke të hapur rrugën. Dhe thot: merr pjesën tënde në pasuritë dhe në fëmijët e tyre. Merr pjesën tënde në pasuritë e njerëzve dhe në fëmijët e tyre. Pra shejtani i mallkuar me argument të ajet synon që të marrë nga pasuritë e njerëzve dhe nga fëmijët e tyre. Kërkon të marrë për tyre, se s'bën. Në çfarë mënyre? E ka shpjeguar Zoti, ka shpjeguar profeti sallallahu alaihi wasallam. Por çfarë thot Allahu në mbyllje të ajetit? Por shejtani i mallkuar nuk premton vetëse mashtrim. Pra me premtimit janë mashtrime. Shejtani përpiqet të hyjë në pasurinë e njerëzit. Si hyn shejtani i mallkuar në pasurinë e njerëzit? E para, në mënyrën se si e fiton, edhe në mënyrën se si e shpenzon. Pra në këto dy aspekte shejtani punon. Si e fiton pasurinë dhe në mënyrën se si e shpenzon atë. Sepse shejtani ka lidhje me çfarë? Kërkon të nxjerrë faqezi përpara Allahut subhanahu wa taala ditën e gjykimit. Nuk do të rreshtin këmbët e robit të tronditen ditën e gjykimit, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, derisa të jap përgjigje për disa çështje. Mes tyre për pasurinë, si e fitoi, ku e shpenzoi. Pra në lidhje me pasurinë, ai i mallkuar këtu funksionon. Ruajtja nga i mallkuar, fitoi pasurinë halal. Ruaju nga pasuria haram. Atë pasuri që e fitove, shpenzoje në halal dhe shiko çdo që ndark që hedh. Po hedh në çfarë drejtimi? A është e lejuar apo ndaluar? Bën vaki, mund të paguash me pasurinë tënde. Mund të paguash diçka e cila të mbush me gjunafe për sa kohë ajo të vazhdoj. Ble një paket televizioni në të cilin shikohen harame. Edhe u ale fëmijëve të tu. Dhe në momentin që ikën, çdo gjë që shikohet prej saj, që bleve me pasurinë tënde, të mbushet qafa jote me gjunafe. Për sa kohë të funksionoj dhe të vazhdoj, edhe nëse vdes. Ndërkohë që e kundërta, nëse ble një libër të dobishëm, ble një program të mirë për të ndihmuar dhe për të dhënë hajër, ndërton një pus, mbjell një pemë, ndërton një xhami, etj dhe pasurinë për të hajër, ajo do vazhdoj hajri i saj për sa kohë deri ditën e gjykimit, edhe pas vdekjes tënde. Pra kujdes me pasurinë. Po me fëmijët për ta mbaruar të pasurisë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Nuk do të vijë kiameti
Derisa të vijë një kohë, thot, kur njerëzit të mos shqetësohen nëse pasurinë e fitojnë halal apo haram. Pa do vijë një kohë, në kohën e fundit, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, që njerëzit nuk do shqetësohen me si fitojnë pasurinë e tyre. A fitojnë me halal apo haram. Dhe sot ka ardhur puna, Allahu mustaan. Nuk pyet njeriu çfarë lloj pune është. Do shkoj për të mirën, për një jetë më të mirë. Edhe shkon dhe fut kokën, Zot na ruaj, atje ku s'duhet. Edhe shkon dhe punon në vende që janë haram krye kaput. I çon fëmijët në vende që dalin jashtë kontrollit të tij. Nuk i edukon dot dhe ja merr mohuesi i Zotit dhe ja edukon ashtu si do ai. Të gjitha këto janë përgjegjësi tek Allahu ditën e gjykimit. Ja ta mori fëmijën, ja ta mori pasurinë i mallkuari. Nëse je i pa vetëdijshëm. Prandaj thot Ibn Sirin, askush nuk do ta kuptojë qëllimin e Allahut me të, derisa të kujdesë për atë që fut në barkun e tij. Pra ka shumë rëndësi të madhe o vëllezërit e mi. Halali i pasurisë si ushqehemi, si vishemi, si ushqejmë fëmijët tanë, sepse nuk mund ta kuptojë njeriu të vërtetën nëse nuk ushqehet me halal. Si thot Ibn Sirin edhe një herë, askush nuk do ta kuptojë qëllimin e Allahut me të, derisa të shikojë me kujdes çfarë fut në barkun e tij. Edhe të fëmijëve të tu, edhe familjes tënde. Gjithashtu, shejtani i mallkuar synon të marr pjesë edhe në fëmijët e njeriut. Si merr pjesë në fëmijët e njeriut? Transmetohet nga Ikrime se kur njeriu shkon me familjen e vet, pra në mënyrë intime me gruan e vet, pa përmendur emrin e Allahut, pa thënë bismillah. Thot në një hadith, nëse njeriu thot bismillah, Allahume xhennim shejtane, wa xhennibi shejtane ma razaqtana, me emrin e Allahut, o Zot, largoje shejtanin prej nesh dhe prej asaj që do të na dhurosh, pra prej fëmijës, nëse caktohet që t'i jap fëmijë Zoti. Nëse nga kjo marrëdhënie lind një fëmijë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, shejtani nuk ka mundësi ta dëmtojë atë. Në të kundërt, ka mundësi ta dëmtojë. Pra nëse nuk je i vëmendshëm, përmendër Zotin gjithmonë, që edhe fëmia s'është gjë e pakët, është projekti i madh i jetës së njeriu. Do të lër pasi pasardhës, i cili o do jetë njeri i mirë, alhamdulillah, të mbush me sevape, o do jetë shejtani i mallkuar të mbush me gjunafe. Edhe të mos të vi hajër prej tij. Pra njeriu edhe në këtë rast është i kujdesshëm, prandaj është luftohet shejtani me mënyrën që ka caktuar Zoti. Të mësosh fenë e Allahut, cilat janë dhikret e domosdoshme. Këto janë detyrë të mësohen nga çdo njeri. Nëse do të jetojë njeriu, do të martohet i mësoj të gjitha këto. Sepse si do vazhdosh të jetosh jetën me shejtanin për këmbë, në shtëpi, Zot na ruaj. Prandaj vëllezërit e mi, profeti e sqaron fjalën e Allahut subhanahu wa taala kur tha: "Merr pjesën tënde në pasurinë dhe fëmijët e tyre, dhe mbushi me premtimet e tua boshe." Duke theksuar se shejtani përpiqet përzihet në jetën e përditshme të njeriut, veçanërisht në pasuri dhe në fëmijë. Kjo është, domethënë, përmbledhja e asaj që tham pak më sipër. Në hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam, që sjell Ebu Davudi, profeti ka thënë sallallahu alaihi wasallam, nëse njeri hyn në shtëpinë e tij dhe thot: "Bismillah", shejtani thot: "U privuam nga vend strehimi." Kur shtrohet ushqimi dhe robi thot bismillah, pra fillon ushqimi me bismillah, ai dhe fëmijët e tij në sofrën e përbashkët. Bismillah. Shejtani i mallkuar thot: "U privuam dhe nga ushqimi." Por nëse njeri hyn në shtëpinë e tij thot dhe nuk thot bismillah, shejtani i mallkuar thot: "Gjetëm vend strehim." Subhanallah, frikshme. Hyn në shtëpi dhe se ke mendjen të thuash bismillah, ha ushqimin dhe thua bismillah, shejtani e ka të hapur portën. Gjetëm vend strehim thot. Dhe nëse ulet haj ushqim dhe nuk thot bismillah, e gjetëm dhe ushqimin. Ky është hadith nga profeti sallallahu alajhi wasallam që përmendja Allahut sjell të hajër dhe ruajtje nga shejtani i mallkuar. Nëse njeriu del nga shtëpia, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, dhe thot: "Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah." Bismillah, ju mbështet Allahut. Nuk ka ndryshim të gjendjes, dhe nuk ka forcë vetëm me ndihmën e Allahut. Pra nëse thot të fjalë, shejtani i mallkuar çfarë thot? Kufite, wa uqite, wa hudite. Pra u mjaftove, u mbrojte dhe gjete udhëzimin në rrugën e drejtë. Shejtani e thot sa del nga shtëpia, por duhet ja mësosh fëmijëve ta thonë këtë fjalë. Ta thuash vetë para tyre. Mësosh ta thuash kur del nga shtëpia. Ti je i ruetur nga dhe i mjaftueshëm me mbrojtjen e Allahut xhalesha. Gjithashtu, nëse njeriu thot kur hyn në xhami, "A'udhu billahi al-azim
o bi wajhihi al-karim, o sultanihi al-qadim, min ash-shaytani ar-rajim, i kërkojmë mbrojtje Allahut të madhërisëm, me fytyrën e tij të nderuar dhe sundimin e tij të përjetshëm mbi gjithçka, që të më ruaj nga shejtani i mallkuar. Shejtani largohet dhe personi është i mbrojtur gjithë ditën. Pra hyrja në xhami, hyrja në shtëpi, lutja e përditshme, këto janë lutje që i ka thjeshtësuar Zoti, çdo kush mund t'i ketë në telefonin e tij. Mësoje, bëj rregull derisa të bëhet shprehi në jetën tënde. Dhe pastaj elhamdullah është e thjeshtë, se bëhet pjesë e jotja, vetëm mediton atë që thua. Dhe elhamdullah e ke mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Elus Allahu subhanahu wa taala na ruaj vëllezërit e mi nga ndikimit e të mallkuarit. Shpejt e shpejt për ta mbyllur këtë hutbë, disa pika për të ruajtur. Përmendja e Zotit përmes lutjeve, siç tham bismillah, dhe këto lutjeve të përditshme ti mësoj njeriu t'ia bëj detyrë vetes për vete dhe familjen e tij, gruan dhe fëmijët. Edhe ata që i ka nën përgjegjësinë e tij. Gjithashtu, 2, largimi nga harami. Kujdesi për të mos fituar ose shpenzuar pasuritë në rrugë të gabuara, dhe kujdesi për të mos qëndruar në ato vende që vinë shejtanët e mallkuar dhe ngacmojnë, dhe përzierja me njerëz të këqij. Edhe shtëpinë tënde të mos hyj vetë ai që është i devotshëm i mirë dhe ai që është njeri i hajrit. Njerëzit e këqij nuk ka pse ti mbash dhe ti futesh brenda, nga të cilët vjen sherri, ose je i kujdesshëm dhe i vëmendshëm ndaj tyre, nëse je i përzihet dhe s'ke ç'bën. Pra kujdes, largimi dhe ruajtjen nga ndikimi. Gjithashtu lidhja e fortë me fen Allahu subhanahu wa taala. Kërkimi mbrojtje përmes lutjeve dhe adhurimeve të rregullta. Namazi i rregullt, agjërime, dhikr, lexim Kurani i vazhdueshëm, gjitha këto janë kujdes i domosdoshëm. Shmangja e neglizhencës. Të mos lejojmë pakujdesin dhe dobësinë shpirtërore, që rezultati të shkojë të na afrojë me shejtanin e mallkuar. Pra vëllezërit e mi, njeriu është udhëzuar, kërkoj strehin dhe mbrojtje tek Allahu në çdo aspekt të jetës. Shejtani është armiku i hapur, është gjithmonë i vëmendshëm, asnjëherë nuk heq dorë dhe mos mendo se mund të jetë i pavëmendshëm në ndonjë çast. Është mbrojtja e Allahut që na ruan, o vëllezërit e mi. Me gjithë neglizhencat tona, Allahu mëstan kush e di çdo ishte bër. Është Zoti që na ruan, por Allahu subhanahu wa taala nëse largohesh vazhdimisht edhe i shpërfill lidhjen me të, mos kujto se nuk do të sprovoj subhanahu wa taala. Pra duhet kujdes o vëllezërit e mi, Allahu të na ruaj. Së fundi në çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.